Unë jam konë në shkollë, në shtime, kam nipin aty. Më ka thirë kujdestarja Klozës. Jam shku. Ja nisi, po kalzën ajo. Po më lëshojnë orën, tha pa shkojnë me pi kafe, kejtë atu, hajde. Zoni i grua aty në klasë, pjethet asoj kujdestarës, dhe lutë në tha ti mos fol. Ajo kujdestarja Klozës. Sepse, e për cjellë tha ti vojzën tonë në herë që shkon shkollë. Jo, po, qëre, thë ne kanë pronë vendim, mu lyje, mu në gjyje, mos me hinë shkollë, mos me prenu në shkollë. Vinë, thënë qëndë, një por thesha, thë i konë në tashne, një por thë i ko vesh, kur vjen, hinë, kur delë, thë në koridor, thuë, a unë dorsum, a është dikun se qaqë. Valloj, po nuk e las me full. Qëto sene jonë. Shkolla. Bukuritë e natyrës nuk po mjaftojnë që ta ndalin rinin të banojnë në fshatin Krojmir. Për braktisjen e fshatit i shqetësuar po shprehet edhe Halim Qeriqi, 73 vjeçar. I lindur e i rritur në këtë fshat, ai na rrëfen për jetën e tij. Halim Qeriqi nga fshati Krojmir, i lindën 1950-ën. Këtu në Krojmir, a? Në Krojmir. Jeta jonë në Krojmir nuk ka qenë keq, po ka pas mundësina është edhe ma mirë, po atëherë i në konë edhe do tjetër režim, tjetër sistem, më kupton, me blektëri. Gjithmona? Gjvalloj, pej babgjyshit e dek tjerti djemë që tashtë me tu. Sa vaznini ka një? 4-2 kemi pas pej babe vlozën, ata e në kënë do ma heret, e na 4 pinone pej babe kemi nejtej 97-ën. Apo baje 2 herë ka martua? Po. Pse bajt? Sa ka do? I ka vdeka ja pora, të ne ka morë nonën teme, mirë, baba mas pori ka pas respekt për ta, po të një edhe na, A ju pi fillimit nashta se keni ditë se keni ta më vllazni pinone, a? Qyshe keni marrë vesh, kush ju ka kaldu që? Vogjel, kur jemi konë ju, si kemi bo me ditë, kemi ditë. Po. Qyshe keni që me zvete? Mirë, valloj, mirë, nuk ka posë, da i farë problemi, da i farë mirë. Ata u dojten ma herët se ju rritën thëmija, pak ma herët u dojten, e na 4 imi do 97-ën. Me 28 në ndurë 97. A u mërzetet bacë kër u dajtet? Valloj, po. Pse? Djemë të grate nuk ju në mërzit heq, a në vllaznia po. Po ta shure një kohë gjatë me që u me vlo bashk, është një farë. Qysh të dëk tani kër dole në shpitanet e? Mirë, po për një rast me si krisi lufta, i shkon ma mirë që u pjestum. Pse? Se 48 antar në lastika në bjeshke në gyk, së një kishmi strehu. Po të një gjithë cili familin e vete e ka strehu e mirë. Se a hup respekti. O hup nera, si shme thonë. Nuk ka respekt mu. Ani pse është maj madhë. Tash edhe pse është maj madhë, shemëll ku nuk i njef do sene, nuk i di do sene, bon, po më mënyrë ma dëbut, mënyrë ma të qetë, me bisedua jo, po tash me të parën fjallë dhe ti s'ke ditë kur gjo. Kush? Ma i vëgja? Djali e një pjeshemëll e një Jugoslavien, kur i lypshin punëtuart, si përmorje, e shpalsin konkursin, e lypke me 3 vjetë, me 5 vjetë prevoj pune. Tash i vjetri i ka me prevoja. 96 vite më ka jetu baba. 7 herë theke e moj men që kanë rru sistemin Kosovë. 7 ditës Turqijës, e ren, Austro-Hungarie, Gjermane, Italiane, Shqipnije, Serbia, pore, dyta, me prevoj. Shkollë nuk ka pos, po prevojnë e ka pos. Në mësojke qështu ma mirë, qështu ma bonja qështu, po tash
Mu, se nështë edhe këta vjetrit, ju duket që shemë dhe më kupton, pa shkon prapë, nuk o prapë. Nuk është mirë, o zhvillu që në Kosovë, o zhvillu me rrugë, me shumë sene, a më kupton, se pejtë në Alive, pejtë në Alive, në Komaran, nështë që këj popë dhe kon i izolu. Kun punu në gurbet, pej Komaranit 5 kila me posë në dorë, së një bishë në shpi se kom. Qysh tërë puna që shkove në gurbet ti? Sa jetë ke pas? Une, misi kum kryu ushtrije në Jugoslave, jëm shku në Beograd, të nisi përmorja Beogradit në pacu për Gjermoni. 8 vjetë kum punu, po shku në Bihudër. A i koni martum para se me shku në Gjermani? Po. I martum e I kona? martum, po. Po, në Inzur. A t'ka shku me nja me marrë grunë me veti atje në Gjermani? Jo, po na shkavi si e kështë pas pagu e sigurimin Gjermonit, veç 6 mu jem konë po shi mjekësor që atu e kështë pas pagu, kur ishtina letrat të benzion 1470 euro me qoj Gjermonit, tha dhe pas, s'ki tha ma tepër. Derisa fleste për të kaluarën dhe të mirat e asaj kohe, Halimi komenton edhe mënyrat e martesave që janë bërë në atë kohë, si dhe për martesën e tij. Unë martesat se e kom pe komunës Malisheves gruën, as që e kom po, baba ka përësit një sebeb, aje ka gjetë, kemi qitë një fjallë nusje, në 1974 një martu, dhe i ka orë në bërë nuk e kum po. E kërë kanë shdryp në bërë e kum po. Po, kom respekt edhe për grue. A me mësit baca? Me mësit. Po, kom respekt edhe për grue, se është një grue që ja ka ditë rënit edhe punës, po edhe fjollës, e që tu sene, që tu jënë marveshë si të kohë mirë. Bobës të jam, kër i ka thonë që ta kom gjithë për djollë, bobo jam o që para sa bojt, ka shku në të shatë, se hala thirët në Vasel, po ta shpithujnë shatë i rija, më kupton, po o shku ka vetë 2-3 vene në të shatë, edhe për mek, edhe për qik, edhe për kejt ka vetë, edhe o këthy të një ka thonë mësitit vazhda. Po vetë pa martuhen, vetë pa shkatruhen e motër. Pse? Pse që ashtu? Mirë është, për dë sene është pak ma mirë. Se po shifën, po njoftuhen shamëll, pinë kafe, krejton regëll. Po, tash në vjek jeq, unë që tash ju thash, hajde bojrën, hini mrena. Mrena një 10 minutë që gjësuare më thot qua, kjo nuk është në regëll, nuk është në regëll. E këta të rritë, pak ju në habit vishë edhe të rejat, nuk o foj vishë të djemët, po edhe të vojzat është foj. Pasha zotën, po nuk pa thëmë për këtë në përgjësi, po shumica edhe për vojzav, edhe për djemëve, ju në regëll. Ju në regëll, motër. Pse? Martesa nuk bëhet për ditë. Martesa du të mu bëhen një herë, mu kujtu, me vetë, unë të thash, joli i jam, nipi jam, nuk e njesh që të rëthinë so e njohune. E njesh që të vojzë shamëll, njoftuhet, vesh kur të vjenë shamëll, babloka, boba, e kum gjithë, jom njoftu, kështu, kone, mas 2 mujve, 3 mujve, halo pa martu, u prej shumë. Nuk pa kalzojnë ojti motër. Nuk pa kalzojnë. Duhet me kalzojnë babës, ose babgjyshit, se unë jam babgjysh në këtë shpi, duhet me kalzojnë. E kum njoftu filon qike, filon shati, filon qyteti, pa mund parazysh. Me këtë regu, atëhere, është obligim i prindit me shku me vetë pak një kojshit tina, një meka, një sebepa, po ju,
nuk të regojnë heq, tani kur të bëhet të bo. Ja, nuk on rregull. Se bëhet edhe vojza me behune, nashta vojza nuk on fajtuar, djali on fajtuar, po e bën edhe vojzën me behune. Nuk ka nevojë për motor, nuk ka nevojë. Se forca në ka qitë edhe për shpia, forca në ka djegë krejt, në ka masakru, në ka bon qëmës, forca. A mos pa forcë, pa dësene, nuk bën bre. Ndër të tjerash, Halimi tregon se pse nuk vazhdoi të jetonte me djalin e parë pavarësisht dëshirës. Unë se do më shti me full, po flas. Unë ku i kom do se i kom 4 djemë. Një jeton në Lipjal, 3 jenë këtu. 2 këtu, një në trullin e vjetër atje. Për kur kum vendos mi do djemt, kum mendu me shku me të modhin. Se hamu majnë ngushmi, hamu është njeri puntuar, njeri për që shta lëpsh. Mirë po i ko 3 djemë. 3 ju kanë bon për martesë, dvoglin e konë vit 2 në shkollë të mesme. Në kupton. Edhe gruja, patet me orë me qiton që jem. I vagja? Po, thash, vallohi, kush që m'jek pit modit s'ka posë. Thash, po, ju m'kujtue, thash, ju m'kujtu bre, të ishu që thash, me shku me të modin, bon me se bep, thash, jalon thëmin pa martu. Thash, pse? Thash, nuk pedo vjehrin edhe vjehrin, jo pedo babgjyshin edhe babgjyshin. Thash, ju, kështu këti dvogli, te ti bohën thëminja, na hetëmi, thëminja martuhen. A u mërzit e kur i dojtë e djemë? Vallohi, ju. Se i kum do mirë, ju ndo mirë, nuk kum pos, veti kanë do trujet, veti kanë, kuptoj, vendos, do të janë e tjera të njën ja kum do që tu, s'pidojnë bre bat, s'pidojnë bre, se i në tranu, o batu, njeri i qmendën, nuk e do kërkon, po më në fundit as vetë vetën bre vallohi s'ka me disht, as vetë vetën se ju në tranu. Unë kum nejnë thash 40 antarë të familjes bashkë me vllazni. Një kemi po zëtën e shpijes, kur ishë për me ble nëj puna, nëj toka, kemi pas marveshje, se kja e bojmë qështuar që këneja, më kupto. Po, tash, është edhe djali fajtuar. Po, ka edhe shumë pit jembe, ka vepru nusja qashtu, jo me do në banes, jo kënej, djali ka thoi ju. E kom një shemëll, kështu konkret, së kur juve që pjësho, i ka thonë, nusja, halo po martu, do të me do në banes. Shpijen e vetë, dhe tori trull, për marak, ja, me do në banes. Shka, po, rogën, se nusja në rogën që ja pas babës tonë, as nonës tonë, as ty, une vrethet jem të punu djali, dhe jem të jelon babës rogën. Kur të më vynë nëj pare, ja kur t'ja hap rogën mi jep ta dhe tëra, ja, hiq. Dhe qka? Het. Edhe, i ndo, vish koki që ishtë t'i du, as në unën as babën. A vetë bërë motër ko më bo edhe jo në unë. E vjeher. Edhe vjeher. Për shtypjet e mira nuk ka as për rinin që po e lëshojnë vendin, duke kritikuar edhe mënyrën e të jetuarit të tyre. E në fund, a i fol edhe për shqetësimin më të madh që ka, madje ka edhe disa kritika edhe për qeverisjen Kurti. Mirë o po, edhe mirë nuk o. Pse? Pse qashtu? Rinë gjithë notën qutë, ledrojnë ka mas, nuk e di kur vjenë shpe, nuk e di bre motër shkaun të pije, nuk e di bre motër shkaun të hongër. As vetë nuk e di. Jo, vëlla, qështu? Ja, kajtu në regull. Po, Zoti i kalon gjumin me ku, punën me ku, të nësenet i kalon me ku. E jo gjithë notën qutë, të një kime prapë me familje mas pori,
Me non, me bob, me kejt shkojnë ato sene prapë, mendimi jam jo është, nuk po thomune që se shkollë veç 8 vjeqare në kom, nuk kom ma tepër, a valloj, nuk kom bash në regëll nuk kom. Nuk kom. Me qikat e sotit, sa je i knashëm? Pasha Zotën, si me djem, si me qika. Heqa? Pasha Zotën ju mutër, se nuk i kom minoti, unë e kom nipa, mesa i kom vogla, tash, unë pej komunës Lipjonit, martuat një stokë, martuat në Gjilan, martuat në Përzaren, këto në regëll, edhe ata e në shqiptare, këto është, po, nuk tërgojnë me vetë, qka, qysh, tek, nej, po ju, veç pja u mërmenja që ashtu, për më vesh, mos kem qka me full mutër. E kem një katonar, është 92-3 vjeqar. 2 sene, më ka thonë, tha i mrina. Thash, tha, tu ka shterp, 3 hise tu ka shterp, tha, buk bëllë, që tonë, tha i mrina. Edhe tesha bëllë, tha, me shku, su lak, edhe këto tha e ku më rrinë. Se di, kanë huqë. Mu më mërmenja që nuk është në regëll. Unë jëmë konë në shkollë, në shtime, kam nipin aty. Më ka thirë kutestorja Klosës. Jëmë shku. Janë si, po kalzojnë ajo. Po më lëshojnë orën, tha pa shkojnë me pi kafe, kejtë atu, hajde. Zuni i grua aty në klasë, pjethet asoj kutestorës, dhe lutë në tha ti mos fol. Ajo kutestorja Klosës. Sepse, a për cjellë tha ti vojzën tonë në herë që shkon shkollë. Jo, po, qëre, tha ne kanë prunë vendim, mu lyje, mu në gjyje, mos me hinë shkollë, mos me prenu në shkollë. Vinë, tha në qëndë, një por thesha, tha i konë në tashne, një por, tha i ko vesh, kur vjen, hinë, kur del, tha në koridor, thue, a unë dorsum, a është dikun se qaqë. Valloj, po nuk e lasë me full. E qëto sene jonë. Shkolla, shkollë. Puna, punë. Krejtë në regëll. Qërë unë rjetë e mija, 2-3 kanë lejet e kjerë. Krejtë në regëll, se kjeri nuk o luksos mo. Kjeri është nevoj. Po, krejtë në regëll e merë lejen, do të me vozite, jo mu tranume, jo me... Po se di, që kjo mërmenja, nuk e di veç, mu pum do këtë që pak e kemi lëshu rrugën. A hub morja mas pari, edhe parja, se une, mendimi jam është, njerin për me njoft kushon afruat e parët. E njef si femnën, si burrin, si djallin, si krejt, veç afruat e parët. Tash pare pa kanë be motër, e shkon në diskotek, shkon atje, kthehet me në gjes, nuk e di kur vjen, po, nuk e di, vetë nuk kanë gjendje me kontrolu për motër, se si kominoti. Krejt jem shqiptarë, krejt jem lazën, motra, po, jo, krejt. Moral s'ka mo. Shkollë 8 vjeqare, nuk kish ka shkon. 8 vjeqare, se mo për shkollë të mesme marrë ato atjera, s'pa flasme kur gjonë. Jo, se di. Qysh ma keq. Nuk na vynë veni, se babën e kom pas 96 vite ka jetu. Nuk të vynë të ke pasunia pa njerëz. Rinia shkoj rinia. Kush menon që fajtori kryesor që po ikon rinia? Qeveria numër 1, ju e qitoshtit. Po edhe para kësoj.
Motër i kanë mundë sene ju në rregull. Nuk o djerë ky gjak, nuk o shku ky popull, nuk o shku për mi mush gjepat. Po peshojnë shoqërshajnë e po dalin jashtë dhe ata. Po s'ki sigurim, mas pori, sigurim breti motër s'ko. Policia si polici, siguri s'ko. Policia, nuk ko siguri. Dele në alkerin midis rrugë, a i zotnia është i armatosën, e ka drogën aty, i ka ato senet, edhe e hjek armën, e le në midis asfalti, siguri familja e polisit s'kan. Do të me pas polici sigurien, do të me pas ato krejt, po këtu qaj që të vjen, qaj që të hypë në pushtet, vi që banat rrethin e vetë, i banat shoqënjën e vetë, për tjerë u kry. Vallohi fijen. Fijen, se shka ka premtu kë, nuk është i realizu bre. Qa të ka zhgënyu mas shumëte? Ha? Qka të ka zhgënyu mas Mas pori, 3 qelë shu në Kosovën kejtë. E kanë shu edhe ma herët, mos kesh kuptuemi, edhe ma herët e kanë shu veçitash, është me të madhe. Që ku kem një fshatë që tu për skajnive, 8 për një ditë. Vish për një ditë, 8 që në shku kejtë matrise këshu. Apo mërzit është basë që shtu kur po dalin e po? Pasha zotën po. Edhe ka morë parasysh, a ke i familjes, a ke i fshatit, a ke i Prishtinës, a i Përzërinit.